Nëse nuk e respektojmë, ata që vinë pas nesh do të veprojnë mjajt. Në këtë rast tregohet se një familje e përbon prej bashortes, babës ishte gjallë baba apo plak, dhe fëmijëve të tij dhe po hanin bukë çdo ditë. Mirë po, plaku si plak, s'po mundej me hongër bukë pa përly vendin aty. Dhe kjo po i pengon të bashortes së djalit ti. Dhe një ditë, me inicimin e bashortes, djali merr dhe e largon babën, e largon pi sofrës. Edhe ja dan edhe anët, e sot e kësaj dite për fat të keq kemi shumë njerëz që pleqve ja dajnë anët. Ja dajnë shtratin, ja dajnë qeben, ja dajnë jastëkun, ja dajnë vendin. Nuk rrinë atë vend kur rri plaku. Jo për shkak se për respekt, po për shkak të trishtimit, trishtohen. Për fat keq kjo është. E ky ja dav ushqimin, ja dav pijatat, ja dav gjitha. Dhe shkon një ditë dhe vdes plaku. Dhe si zakonisht kur të vdes plaku, i marrin krejt çka ka pas veshët e krejt i marrin edhe i gjujnë diku ma larg ose i djegin krejt. Ose i djegin, more rekja tesh, s'ka hiçe. More pijatat e të reja, hiçe se ka hongër plaku. Krejt i dogjën, krejt i hoqën, por pijatat s'po mundeshin mi gjetë. Kërkund. Lyp aty. Kur që djali thot, jo, se i kom fshe une. Tha, pse i ke fshe ti? Tha, o baba, edhe ti plakësht, tha, une du të me të qitë e ty që aty. Edhe ty du të me qitë. Pra kjo është aton që e ka thonë pejgamberi a.s. Njeri që respekton një plak për shkak të moshës ti, ai do të respektohet për të tjerëve kur të vinë, kur të bëhet ky plak.